Shqipëria është në miljet e fundit në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Pas Francës, edhe Gjermania mbështet ëndrrën europiane të qeverisë shqiptare për t'u antarësuar në Union deri në vitin 2030. Por para se të trokas në dyert e Bashkimit Evropian, duhet të jetë gati, këshillon Gjermania. Për një po në vend të një joje, vendi duhet të punojë më fort. Në Shqipëri synimi ambicioz është antarësimi në BE deri në vitin 2030 dhe mund të them që Gjermania mirëpret këtë ambicie. Jemi shumë të kënaqur për këtë, por megjithatë besojmë se është më e rëndësishme të fokusohemi në reformat konkrete, në përparim real, në procesin e përafrimit dhe forcimin e institucioneve sesa në data. Mundësitë e kushtëzuara nga sfidat në rrugën e vështirë të antarësimit në Union u vunë sërish në pa edhe nga zyrtari i lartë gjerman në Tiranë. Prandaj fokusi i procesit të Berlinit të integrimi rajonal është një plotësues i rëndësishëm ndaj procesit të zgjerimit të BE-s dhe është plotësisht i justifikuar. Dhe besoj se kjo theksohet qartë edhe nga fakti që integrimi rajonal është një komponent thelbësor i planit të rritjes, në shtyllën e dytë, komponenti i integrimit rajonal. Me rrugën ende të gjatë para drejt antarësimit, theksi vjet veçanërisht tek individi si kapitali më i çmuar i Shqipërisë dhe bashkëpunimi rajonal. Rekomandojmë që bashkëpunimi rajonal të theksojë bashkëpunimin ndërkufitar, veçanërisht për zonat pranë kufive. Duhet të krijojë më shumë sinergji me planet e rritjes. Këto plane janë kombëtare, por kanë shumë veprime, sidomos në klastrin 2, që mund të shërbejnë edhe për bashkëpunim rajonal. Në takimin e organizuar nga Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim SIDEGIZ, ku diskutua rreth marrëveshjeve në kuadër të ceftas që synojnë lëvizjen e lirë të njerëzve brenda rajonit, zyrtar vendase të huaj konfirmuan se zbatimi i tyre në vendet e Ballkanit Perëndimor vazhdon të jetë një sfidë.